Predikimi ekspozues siguron një dietë të ekuilibruar. Pastaj duhet të themi se me anë të predikimit ekspozues, sigurohemi që bashkësia të shijojë një dietë të ekuilibruar të fjalës së Perëndisë. Dua të them se kjo thjesht e vazhdon më tej mendimin që kemi përmendur më herët. Nëse mund t'ju citoj Dr. Kaiserin, ai shkroi diku: "Nuk është sekret që kisha e Krishtit nuk gëzon shëndet të mirë në shumë vende të botës. Ajo ka qenë duke lënguar, pasi, siç thuhet edhe rëndom, ajo është ushqyer me ushqim të pashëndetshëm. Asaj janë ofruar lloj-lloj ruajtësish artificial dhe substancash të dëmshme. Si rezultat, keq ushqyerja teologjike dhe biblike ka ndikuar të njëjtin brez që ka bërë hapa kaq vegan për të siguruar që shëndeti fizik të mos dëmtohet nga përdorimi i ushqimeve dhe substancave që janë të dëmshme për trupat tanë. Njëkohësisht me këtë, zia frymërore e bukës, e cila rezulton nga mungesa e shpalljeve të vërteta të fjalës së Perëndisë, vazhdon të përhapet me shpejtësi dhe pothuajse pas një pengesë në pjesën më të madhe të botës ungjillore. Kur ishim fëmijë në shkollën e së dielës, po të kishim mësues të mirë, ata na ndihmonin të kuptonim që Bibla ishte Bibla, që ajo përbëhej nga Dhjata e Vjetër dhe nga e Reja. Ne mësonim ato gjëra që na thoshin mësuesit, që Bibla është një libër i cili i ka përgjigjet në fund, në përpjekje për të na ndihmuar të kuptonim se në cilin drejtim zhvillohej mendimi. Dikush tjetër do të na thoshte se Bibla është si një dramë me 2 akte. Nëse vini në aktin e dytë dhe ju ka shpëtuar akti i parë, atëherë do të pyesni vazhdimisht: kush është ky? Pse është ky person këtu? Nëse ndiqni vetëm aktin e parë dhe largoheni, atëherë bezdisni gruan kur ktheheni në shtëpi dhe e pyesni: si përfundoi dhe çfarë ndodhi me personazhet X apo Y? Prandaj, mësuesit tanë na thoshin: Biblën duhet ta shihni në tërësinë e saj. Ata na thoshin gjithashtu se në Dhjatën e Vjetër Jezusi parashikohet. Tek Ungjijt Jezusi zbulohet, te veprat e apostujve Jezusi predikohet, te letrat ai shpjegohet dhe te zbulesa ai pritet të vijë. Këto lloj skemash nuk i harruam kurrë ndërsa u rritëm si student të Biblës. Ne duhet t'i sjellim ato përpara bashkësisë sonë për të siguruar që në mënyrën se si e shohin Biblën, ata po marrin një dietë të ekuilibruar. Skema të tilla dhe të tjera të ngjashme me to na ndihmojnë që të orientohemi nëpër Bibël dhe për këtë arsye ato kanë vlerë. Mirë po, më lejoni që t'i kthehem asaj që thash herën e kaluar, pasi nuk jam i sigurt që e theksova si duhet dhe dua ta përsërit. Ekziston rreziku që sistemi ynë të jetë më thelbësor nga sa duhet të jetë. Në vend që teksti i shkrimit ta përcaktoj sistemin, qoftë një hermeneutik dispensacionale ose një hermeneutik beslidhjeje apo çfarëdo qoftë, rreziku është që ne të lejojmë që gjërat e parëndësishme të ndikojnë të rëndësishmet. Ndonjëherë sistemi është produkt i veçantive denominacionale, të cilat në mënyrë të pashmangshme krijojnë çekuilibër. Më lejoni t'ju sugjeroj se çfarë dua të them me 2 ilustrime të qarta, për shkak se kam udhëtuar dhe kam pasur privilegjin të dëgjoj mësimet e të tjerëve. Një herë po adhuroja me familjen time në një kishë në Karolinën e Jugut, South Carolina, ku pastori po bënte një seri nga 1 Timoteut. Kjo ishte një kishë baptiste, diku në Karolinën e Jugut. Kështu që nuk do të keni mundësi ta gjeni, pasi atje ka një numër të madh kishash. Disa prej tyre tani po flasin me njëri tjetrin. Më vjen keq. Atë mëngjes, pasazhi ishte nga 13 vargjet e para të kapitullit të 3 nga 1 Timoteut. Një letër që ju e njihni mirë. Kur e hapi tekstin, pastori tha diçka të tillë: 7 vargjet e para kanë të bëjnë me pleqt, por me që ne jemi baptist, nuk kemi pleq. Prandaj le të kalojmë menjëherë te vargu 8. Nuk po ju gënjej, nuk ju gënjej. Le të shkojmë menjëherë te vargu 8, i cili flet për djaqët. Kjo është e papranueshme apo jo? Hajt pra, baptist. Ju thoni amen, apo jo? Dakord. Tani le të kalojmë te kishat e reformuara holandeze dhe t'i ngacmojmë edhe ato. Po kthehesha nga liçeni i Michiganit dhe një të diel në mëngjes ndalova në një kishë në Grand Rapids. Pastori po trajtonte temën e darkës së Zotit. Shumë shpejt e humba numërimin se sa herë më nxiti që t'i referohesha katekizmit të Heidelbergut, të cilin e kisha përpara meje. Në fakt, kur shpalli tekstin, ai shpalli jo vetëm tekstin e tij nga Bibla, por edhe numrin e faqes nga katekizmi i Heidelbergut. Shumë të dashur, me sinqeritet po ju them se e pata shumë të vështirë të dalloja nëse katekizmi i Heidelbergut po ushtronte autoritet mbi Biblën apo Bibla mbi katekizmin. Sigurisht, ajo që po bënte ai ishte që t'u mësonte njerëzve të tij katekizmin dhe këtë e kuptoj shumë mirë. Por për një çast do të doja që ai ta linte Heidelbergun më njanë dhe të paraqiste mjaftueshmërinë e shkrimit për të afirmuar atë që po thoshte.
Ju sugjeroj sërish që ekspozimi i shkrimit është ai që afirmon vazhdimisht përparsinë dhe mjaftueshmërinë e shkrimit. Ekspozimi nuk lejon që të ndodhë ai lloj çekuilibrimi. Padyshim që ka një rrezik. Dhe rreziku të paktën pjesërisht me raste shihet si të qenët më pak se preciz në teologjinë tonë sistematike. Por përqafojeni këtë rrezik. Ne nuk duhet të jemi më tepër preciz nga sa na lejon shkrimi. Të japësh mësim nga Bibla në këtë mënyrë nuk duhet të nënkuptoj dhe nuk kapse të nënkuptoj një mungesë larmie. Në fakt, vetë larmia që është e qenësishme në Bibël do të jetë e pranishme në predikimin tonë. Predikimi ekspozues nuk kapse të kufizohet në studimet shtëruese dhe drobitëse nëpër librat e Biblës. Ju e dini atë citatin madhështor nga Spurgeoni, në librin e tij Leksione për studentët e mi, ku flet për kohën kur ai ishte i vogël dhe po ndiqte një seri predikimesh ekspozuese nga libri i Hebrejve. Me pak fjalë, ai thotë: ato nuk i ngjallnin shumë interes një djalit të vogël pagan si unë. Nuk e kisha idenë se çfarë po thoshte në lidhje me hebrejt dhe as kush ishin ata, por sigurisht që nuk kuptova asgjë. Ka një numër bashkësish që po vdesin nën peshën e ekspozimeve shtëruese dhe drobitëse. Kjo punë nuk kapse të jetë barë. Nuk kapse të jetë sikur po sjellim një karrocë plot me gjëra dhe pastaj ta derdhim mbi bashkësinë në një të diel të zakonshme. Ky lloj studimi i përpikt i Biblës, që shkon varg pas vargut dhe është kthyer në një lloj shprehjeje klasike e predikimit ekspozues, duhet që më së paku të ketë ndërveprim me mendjen tonë. 90% e asaj që bëjmë në kishën tonë Parkside është studimi i kujdesshëm i librave të caktuar të Biblës. E rrëfej hapur këtë gjë. Mirë, po ne bëjmë edhe gjëra të tjera. Bëjmë studime personazhesh, një seri mbi shëmbëltyrat e Luka, studime mbi doktrinat thelbësore të krishtera. Secilën prej këtyre e trajtojmë në një mënyrë ekspozuese. Për shembull, nëse do të predikonim mbi tundimin, ndoshta do të donim të shkonim dhe të shtjellonim pjesën e parë të Jakobit 1, në vend që të mblidhnim gjithë materialin nëpër Bibël. Ne u shërbejmë më mirë njerëzve tanë kur e bëjmë të qartë që jemi të përkushtuar të japim mësim Biblën, duke dhënë mësim Biblën. Mendoj se mënyra në të cilën disa nga ne udhëheqin me sistemin e tyre, pasi janë shumë të vendosur për t'i çuar njerëzit tanë atje ku kanë nevojë të jenë, në fakt vepron kundër rezultatit që dëshirojnë. Nëse sistemi del me të vërtet nga teksti, atëherë mund të presim që në predikimin besnik të tekstit, njerëzit tanë të vinë dhe të na thonë: "Hey, a nuk duket sikur njeriu është krejtësisht i shturur?" Ju thoni: "E po, nga e gjete këtë, aman." "E po, e mësova nga predikimi yt herën e kaluar." "E po, kjo është e mrekullueshme." Sigurisht që ju e kuptoni se ku po shkojmë. Predikimi ekspozues i heq qafe ethet e së shtunës mbrëma. Ndoshta kam edhe një pikë tjetër. Predikimi ekspozues, gjithashtu, i heq qafe ethet e së shtunës mbrëma. Predikimi ekspozues e çliron predikuesin nga presioni i përpjekjes për t'i zbuluar të gjitha gjërat të shtunën në mbrëmje. Kur predikimi është sistematik dhe i vazhdueshëm, anëtarët e bashkësisë nuk vinë në kish duke pyetur veten: "E po, vras mendjen se për çfarë do të na predikoj sot pastori?" Njëkohësisht, edhe pastori çlirohet nga nevoja për t'u ballafaquar me të njëjtën pyetje, e cila rikthehet me një rregullsi të dhimbshme dhe pa mëshirë me kalimin e ditëve të javës. Nga një këndvështrim krejtësisht pragmatik, unë besoj në mësimin sistematik të Biblës. Kur nisa shërbesën në Hamilton 25 vjet më parë, fillova me librin e Filipianëve, sepse e dija që kishte vetëm 4 kapituj. Me sinqeritet, kur fillova, kjo është gjithçka që dija për atë libër. Mirë, po ky ishte një udhëtim zbulimi. Fillova në vargun 1 dhe pastaj vazhdova. Nuk më shkoi kurrë në mendje që të bëja diçka tjetër. Nuk kisha asnjë mënyrë tjetër se si ta bëja, dhe kjo më së shumti për shkak të ndikimit që kisha pasur në jetën time. Mirë, po nuk është se po ngrija flamurin për një qasje të caktuar ndaj Biblës. Prandaj këtë bëra, dhe kjo më dha një liri të jashtëzakonshme, sepse kur i kthehesh të hënën në mëngjes, e di se ku je. Gjendesh te vargu tjetër. Jetë pjesa tjetër. Kjo të detyron të bësh një studim të vazhdueshëm, i cili është i dobishëm edhe për njerëzit tanë. Derek Primi, burri të cilit pata privilegjin të shërbeja si asistent në kapelën Charlotte Chapel, shpesh bënte një pushim në mes të një serie të gjatë. Nëse po predikonte varg pas vargu nga 1 Korintasve, ai shkëputej dhe bënte diçka tjetër. Kur predikonte varg pas vargu nga Ungjilli sipas Gjonit, ai bënte një seri të shkurtër apo diçka tjetër, duke i dhënë kështu vetes dhe bashkësisë një pushim të qëllimshëm. Pastaj i jepte mundësi bashkësisë që të riktheheshin te seria kryesore dhe e madhe, me një ndjesi të re pritshmërie. Në disa raste, mendoj se të gjithë ne kemi pasur mundësi të ndërpresim një seri predikimesh, pasi kemi ndier se ishte e domosdoshme që të trajtonim një temë që kishte mbërthyer bashkësinë ose kombin. Për shembull, shkatërimi i anijes hapësinore Challenger.
Ndoshta është më mirë të ndaloni çfarëdo që të jeni duke bërë, sidomos nëse po predikoni varg pas vargu nga Levitiku dhe të pranoni faktin që të gjitha anëtarët e bashkësisë po pyesin: pse ndodhi vallë diçka e tillë? Çfarë na mëson doktrina e provanis? E kështu me radhë. Kjo është një mundësi që vjen rrallë herë dhe që nuk duhet lënë pa u shfrytëzuar. Një mundësi që do t'ju shpëtojë nëse jeni të përkushtuar ndaj ekspozimit sistematik të shkrimit dhe nëse nuk jeni gati të ndryshoni metodologjinë tuaj. Vdekja e princeshës Diana, lajmërimi i Magic Johnsonit, që ishte i sëmur me sida, zbulimi i Ellen DeGeneresit në lidhje me homoseksualitetin e saj të hapur. Është si në rastin e një zogu që fluturon dhe përplaset me dritaren, ndërkohë që ju jeni duke predikuar. E di se kanë nga ata të cilët e kanë aftësinë që thjesht të vazhdojnë. Ul kokën dhe vazhdo. E kuptoni vetë. Shumë prej tyre e shpërfillin faktin që madje kanë një bashkësi. Kjo është pjesa e asaj që po them. Ju thoni atyre: a e dini se ka njerëz këtu? Ata ju thonë: oh, më fal. Mirë po, nëse jeni të vetëdijshëm për atë që po ndodh, e dini se çdo fëmijë në klasë është duke parë pëllumbin e egër dhe po shikon nëse ai do të hyjë brenda dhe do të lëshojë diçka mbi kokën e predikuesit. Prandaj, bëni mirë të keni një varg që përfshin edhe një pëllumb të egër në predikimin tuaj, sepse tani bashkësia nuk e ka më mendjen te ju. Të gjithë fëmijët po shohin nga dritarja për të zbuluar pse zjarfikësit kanë ardhur te këndi i lojrave. Prandaj duhet i trajtojmë këto gjëra. Kjo është si puna e atij tipit që thot: po predikoja varg pas vargu nga Bibla. Ai shkroi peshkopit të tij dhe i tha: po predikoja varg pas vargu nga Bibla dhe me sinqeritet të them që zor se vinte njeri të dëgjonte. Javën e kaluar patëm një përmbytje të tmerrshme në qytetin ton dhe unë vendosa të predikoja se pse erdhi përmbytja në qytetin ton. Pastaj tha: kisha ishte e mbushur plot e përplot. Javën më pas ju ktheva ekspozimit të shkrimit dhe sërish erdhën vetëm ata pak njerëz që vinë zakonisht. Peshkopi dashur, çfarë mendon se duhet të bëj? Peshkopi shkroi dhe i tha me mençuri: nëse predikon varg pas vargu nga Bibla, gjithmonë mund të jesh i sigurt se do të kesh material për të predikuar. Nëse do të presësh që të vijë një përmbytje, atëherë ka të ngjarë që pritshmëritë tua do të jenë disi të kufizuara. Ne nuk po themi këtë. Më dhemb zemra për predikuesin që të shtunën në mbrëmje është i pushtuar nga ethet dhe i janë ngritur flokët përpjet, nëse i ka mbetur ende ndonjë fije, i cili ka hedhur në përtryezë copa letre të mbledhura shuk. Ai thot: ja një skic, ajo nuk më pëlqen. Ja një skic tjetër, as ajo s'më pëlqen. Vjen gruaja e tij dhe e pyet: si po kalon zemër? Flokët i kanë ikur sa ndej këndej. Oh, nuk e di se çfarë duhet të bëj. Nuk e di se çfarë duhet të them. Nuk jam i sigurt nëse kjo është fjala e duhur. Nuk e di nëse ajo është fjala e duhur. Ajo i thot: dakord, a nuk ta dha Perëndia Biblën? Ai ja kthen: po. Pse nuk merr një varg nga Bibla ose një pjesë prej saj? Bëj diçka me Biblën për hir të Zotit dhe le të shkojmë të flem. Kush ishte ai që e tha këtë? Më lejoni t'ju them se kush ishte. Zoti Spurgeon. A nuk është e mahnitshme që ishte Spurgeoni? Ju mund të thoni: oh, më pëlqejnë shumë predikimet e Spurgeonit. A mund ta imagjinoni se si do të kishte qenë nëse Spurgeoni do të kishte shtjelluar shkrimet në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme? Ato vëllime nuk do të kishin pasur të paguar. Dua të them se materiali i tij është i mirë. Dëgjojeni atë që thot. Sa për mua, ende duhet të rrëfej se jam shumë i dobët në zgjedhjen e tekstit. Rrëfej se shpesh ulem për disa orë, duke u lutur dhe duke pritur për një temë, dhe kjo është pjesa kryesore e studimit tim. Fatmirësisht, ai ishte aq i Zotit sa ç'ishte dhe e kishte lexuar shumë Biblën e tij. Problemi i tij nuk ishte: a kam diçka për të predikuar? Problemi i tij ishte që ai kishte kaq shumë për të predikuar. Ai dukej se po priste që engjëlli i tij mbi sup t'i thoshte se cilin nga topat e letrës duhet të merrte dhe ta predikonte atë skic. Sa pozitë e vështirë dhe e padrejtë që mund të jetë kjo. Me qëra fjala, do të doja t'i gjeja unë ato topa letre, apo jo? E dini që kjo më pëlqen shumë. Ishte një herë një predikues i quajtur Spurgey. E kishte shumë zët liturgjin, ama predikimet e tij ishin mjaft të mira dhe unë i përdor ato si të mijat. Kështu bëjnë pothuaj të gjithë predikuesit. Ai tha: kjo ishte pjesa kryesore e studimit tim. Puna tjetër më e vështirë ka qenë përshtatja e temave, ripërtypja e pikave të doktrinës, krijimi i skeleteve nga vargjet dhe pastaj groposja e secilës prej kockave të tyre në katakombet e Harresës. Ua, a nuk do të doje edhe ti të shkruaje një fjali si kjo një herë në jetën tënde? Ne do të thoshim: zbuloj disa ide dhe pastaj i hedh tej. Pastaj groposja e secilës prej kockave të tyre në katakombet e Harresës, duke vazhduar lundrimin mbi hapësirat e paanat të oqeanit
derisa të shoh drita të kuqe dhe kështu të lundroj drejt limanit të dëshiruar. Besoj se, pothuajse çdo të dijet në jetën time, krijoj mjaft skica predikimesh, saqë nëse do ta ndjeja lirin për t'i predikuar, do të zgjasnin për 1 muaj. Mirë po nuk guxoj t'i përdor, ashtu sikurse një marinar i ndershëm nuk do të bënte kurrë kontraband. Edhe burrat më të mirë thjesht njerëz janë. Spurgeoni ishte unik. Në fakt, Spurgeoni ishte gjeni. Prandaj nuk do të lejojmë që modeli i tij t'i përmbys pikat që jam munduar të theksoj. Megjithatë, nëse zgjidhni të veproni kështu, atëherë më telefononi një të shtunë brëma. Do të doja shumë të flisja me ju. Gjithsa duhet të pranojmë është se Perëndia nuk zbret mbi metodat, por mbi njerëzit, madje edhe kur metodat tona mund të mos duken si më të mençurat apo më të mirat. Prandaj, kjo thirrje e lartë dhe e shenjtë, detyra e predikimit ekspozues, është thirrja jonë. Ne duhet të jemi burra me urtësi frymërore dhe kuptim në misteret e Ungjillit. Secili prej nesh duhet të ketë një përjetim real të fuqisë të së vërtetës që shpallim. Është përgjegjësia jonë që të jemi në gjendje ta shpallim si duhet fjalën e Perëndisë dhe t'i ushqejmë delet ndërkohë që e dallojmë gjendjen e tyre duke kaluar kohë mes tyre. Duhet të na karakterizojë një zell për lavdinë e Perëndisë dhe një dëmshuri për shpirtrat e njerëzve. Megjithatë, a nuk thërrasim edhe ne? Kush është i aftë për një detyrë të tillë? Ajo ndjesi e fortë mahnitjeje dhe privilegji e përshkruar më sipër duhet ta ketë mbërthyer mendjen e James Henley Thornwellit, i cili shkroi: "Për këtë të jeni të bindur, në botë ka fare pak predikim, dhe është me të vërtetë misteri i hirit dhe i fuqisë hyjnore që kauza e Perëndisë nuk ka marrë fund në botë, kur marrin parasysh kualifikimet e shumë prej shërbestarëve që e predikojnë Ungjillin. Vetë mënyra se si unë e kam bërë këtë punë më mbulon me turp. Kur nuk kam bërë dhe akoma më pak të kem predikuar një predikim në jetën time. Tani po më kap dëshpërimi që mund të mos jem kurrë në gjendje ta bëj këtë." Ne që i kemi veprat e Thornwellit në raftet tona dhe i kemi lexuar ato, kemi pasur një dobi të jashtëzakonshme dhe themi: nëse Thornwelli ndihet ashtu, edhe unë duhet ta shqyrtoj predikimin tim. Po kështu edhe Lloyd Jonesi, pasi predikoi për 30 vjet dhe nga shumë njerëz u vlerësua si predikuesi më i madh i teologjisë së reformuar, të paktën në Mbretërinë e Bashkuar të shekullit të 20, vetë Lloyd Jonesi tingëlloi në mënyrë shumë të ngjashme me Thornwellin kur reflektoi për këtë gjë. Dhe në librin e tij Predikimi dhe predikuesit, në faqen 99 thuhet: "Çdo burr që ka pasur një ide sado të vogël se çfarë do të thotë të predikosh, nuk ka se si të mos ndjejë se nuk ka predikuar kurrë. Mirë po ai do të vazhdojë të provojë, duke shpresuar që me hirin e Perëndisë, një ditë ai do të mund të predikojë me të vërtetë." Prandaj, ndërsa vazhdojmë të përpiqemi, nuk ka lutje më të mirë se ajo e Charles Wesley, lutje që duhet të jetë vazhdimisht në buzët tona. O ti që prej së larti zbret me atë zjarr të pastër qiellor, ndize një flak të shenjtë dashurie në altarin e zemrës sime. Atje lëre të digjet për tënden lavdi me shkëlqim të pashuar në përjetësi. Prandaj ne themi: Zot, dëgjoje lutjen tonë dhe bëj që klithma jon të arrijë te ti. Amen.